Mirë mbrëma dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar me provitën e sonte me cila si zakonisht 99% të rasteve realizohet drejt për drejt. Me kënaqësi ju informoj se sonte në studio, gjithashtu drejt për drejt, kemi Ministrin e Shëndetësisë zotin Azir Aliu. Meqense jemi në fund vit, ne kemi shumë çka për të folur në këtë temë, por para se gjithashtu do të fillojmë me risit e më pas normal se do të përqendrohemi për gjitha problemet që i keni ju si shikues, si qytetar, po pse jo edhe mjekët, personeli mjekësor, sepse ja, këtu e keni njërin e parë të dikasterit të shëndetësisë dhe do mundohem nga ato pyetje edhe ju që mi shkruat në rrjetet sociale, do shohim që të marrim përgjigje më të drejtë për drejta dhe nga dora e parë. Por kësaj radhe të shkojmë me një fillim, të me thënë të emisionit me një falendrim të veçantë të ministrit që ndau kohë, ishit e angazhuar, ishit në udhtim zyrtar, sot takimet të shumta, një ndër to ishte edhe takimi me përfaqësues të OSHBS për një bashkëpunim dhe një risin këtë drejtim që ka të bëjë me strategjinë për bashkëpunim cila do zgjat 5 vjet. Por, fillim mirë se erdhët në Provita. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Kënaqësi që të ndaj me juve dhe me publikun, aktivitetet që i kemi si ministri, po gjithsesi edhe hallet edhe sfidat. Po. Ministër, me që jemi në fund vit, po e lëm një vit dhe na pret një vit i ardhshëm. Jo ca muaj jeni ministër, por ja që filluat, do me thënë, me një sër rishis, me një sër ndryshimesh në ligj, por gjithashtu edhe me një reagim të sotëm nga të punësuarit në klinika, rreth riorganizimit të qendrave klinike. Pastaj ne patëm edhe shumë probleme që kishin të bëjnë, do me thënë, por për cilat ende s'kemi sakt emra dhe cilat klinika kanë bërë ca malverzime me ca pacient apo jo në kardiokirurgji, kemi telashe me termine, kemi probleme me leximin e imazheve nga rezonancat magnetike të cilat i kemi si aparatur, por ja që nuk ka kusht t'i lexon, e shumë çka. Por nga ana tjetër, keni edhe ca risi të tjera, kemi edhe ca investime në ca klinika, kemi ca plane, filluat fazën e parë të parkingut në qendrën të klinike, por se ku kam vrija ju sonte këto detaje duhet të na i prezentoni para publikut. Zonja Sevdi, faleminderit shumë për mundësinë që ma jepni që të japim përgjigje në të gjitha pyetje dhe dilema që ju i shtruat sot. E dini që Ministria e Shëndetësisë në çdo shtet, ashtu edhe tek ne është ministri me shumë le të themi probleme, sfida dhe aktivitete brenda ditës, pasi që jep shërbime për popullatën në aspekt të shëndetësisë dhe shëndetësia e dim që shërbimi duhet jetë cilësor, po edhe në kohë. Që në këtë aspekt mundohemi si ministri që në bazë të performansave që i ka ministria, këtu hyn buxheti, kapacitetet njerëzore dhe vullneti politik, që të mundemi hap pas hapi çdo problem dhe sfidë e cila është pjesë e institucionit Ministrisë të Shëndetësisë që t'japim përgjigje. Ju përmendet shumë sfida, përmendet shumë aktivitete që kemi filluar dhe kuptohet që kërkohet nga unë si Ministri i Shëndetësisë që t'jap përgjigje për të gjitha ato. Më lejoni që të filloj nga parkingu, pasi që ka qenë një nga, le të themi, sfidat e para që kemi hapur për ta zgjidhur. Parkingu kemi thënë që është shumë i rëndësishëm jo në aspekt shëndetësor, sa në aspekt të infrastrukturës në shëndetësi. Pra ju si pacient kur hyni në klinik Nën Tereza, puna e parë që na duhet secilit nga ne është që sa më shpejt të arrim në një hapësirë që ta lejmë veturën. Për këtë qëllim mendova që është sfida më e lehtë që ta zgjidhim menjëherë. Po ende su por çka doli problemi administrativ i cili gjithë toka, e cila është pjesë e kampusit, nuk ishte shënuar në institucionin administrativ si tokë e Ministrisë së Shëndetësisë. Pra u bën elaborati, e dini që të bëhet një elaborat për atë hapësirë kërkonte kohë. Elaboratet kanë mbaruar, gjithçka në aspekt administrativ ka mbaruar. Pastaj erdhën në zgjedhjet lokale që e dini me ligj nuk guxojmë të bëjmë asnjë kontratë, asnjë memorandum për bashkëpunim me asnjë institucion, është ndaluar. Kështu që tani me të gjitha këto sfida i kemi kaluar, tash ngelen koha e implementimit të do thotë se do bie pas vitit të ri, do thotë një muaj apo dy. Jo, kjo do të thotë që veç kemi filluar të pjesën administrative e mbaruam, tash do duhet me drejtorin e ri të kompanisë e cila është pjesë e qytetit të Shkupit të nënshkruhet bashkëpunimi për implementimin e projektit. Projekti është gati edhe do duhet të implementohet. Sipas jush do zgjidhet kjo? Jam shumë i sigurt që do zgjidhet, për shkak se të gjitha tani dilema që kemi pasur dhe problemet administrative janë zgjidhur, tani më ngelen implementimi i projektit.
Pastaj, pyetja e dytë ishte nëse nuk gaboj puna e leximit ose dhënies së shërbimeve. Dhe e treta ishte me OBSH-n. Të përmenda vetëm si çështje për çka diskutojmë, si s'ka derdhe, një orë kemi, ne do kemi këtu edhe problemet pak më serioze, punësimet filluan, u ndërpren, pse? Pra edhe punësimet filluan dhe nuk u ndërpren, po as nuk u zvaritën, në bazë të ligjit, neve nuk guxonim për shkak të shkelje e ligjit, dhe e dini që institucioni për keqpërdorim të institucioneve shtetërore nuk na lejon që neve të bëjmë procesimin e aktiviteteve për punësime të reja. Pra në momentin që u filluan zgjedhjet lokale, u ndërpren të gjithë proceset, po nuk u ndërpren si të tilla, po në hibernet, në pritje që të mbarojnë zgjedhjet lokale. Zgjedhjet tani më mbaruan, jo më larg se nesër, unë jam në Tetov, ku vazhdojmë të japim edhe vendimet e para të grupit të parë të mjekëve. Pra grupi i dytë të mjekëve dhe motorëve medicinale. Është lajm ekskluziv, ja, për juve për sot. Pra nesër jam në Tetov edhe çdo ditë do të vazhdojmë të shkojmë në institucionet ku kanë mbaruar procedurat deri në fund. Në institucionet tjera ku procedura ngeli, për shembull tek testimi, do të vazhdojnë testimet, pastaj në fund takimi me drejtorin dhe detektimi i kandidatëve të cilët janë të përshtatshëm për atë vend pune. Pra, gjithçka që deri tani kemi dhënë si premtim, qëndrojmë dhe nuk zbrastemi. A do të funksojnë dhe a do marrin vendim, falni që për ndërprerje, gjithë ata që janë aty me vite të tëra e që nuk kanë? Apo prap do të ketë ndonjë numër pak më të ju lutem, sepse janë ca probleme dhe dilemat që duhet të dinë edhe qytetarët. Numri i të punësuarve në institucione shtetërore në përputhje me sistematizimin dhe me nevojat e Ministrisë së Shëndetësisë, për fat keq, ne bëm edhe një matje të kapaciteteve njerëzore në shëndetësi, është larg të numrit që i duhet shëndetësisë si i tillë. Pra dhe në këtë rast, të gjithë këto hapje të vendeve të punës ose transformim nga part-time në full-time është në përputhje me nevojat që i ka institucione, po gjithsesi në përputhje me lejen që i kemi marrur nga Ministria e Finansave. E dini që në fund si institucion i fundit për të hapur një vend të punës duhet keni edhe mendim pozitiv nga Ministria e Finansave. Pra këto vende të punës për fat keq nuk plotësojnë nevojat të asnjë institucioni shëndetësor, por atë shkak ne do të vazhdojmë edhe më tej do të vazhdojmë të hapim të japim mundësi për vendet të lira të punës nga mjek, motra medicinale dhe personel teknik, pasi që nuk është dëshira jon për të punësuar, por është nevoja institucioneve shëndetësore dhe institucionale që të punësuar në shëndetësi. Pra, edhe administrator, edhe motra medicinale, edhe mjek, neve kemi nevojë në institucionet shëndetësore, për këtë arsye ne do të vazhdojmë edhe më tej që këto institucione të jenë në përputhje me standardet evropiane. A do të presim edhe shumë gjatë? Për fat keq, unë e di që çdo pritje, çdo ditë tani më është mot për qytetarët dhe sidomos për të punësuarit në institucione shëndetësore, për shkak se për fat keq edhe një herë theksoj, me vite kam punuar aty, duke nënshuar çdo muaj nga një kontratë me drejtorin edhe duke shpesh herë bile dhe duke punuar pa asnjë rrok. Dhe më vjen shumë keq që kemi kështu situata dhe jam shumë i vetëdijshëm që çdo vonesë, çdo ditë është e tepërt, megjithatë kjo është situata reale. Jo rastisht unë bëra edhe skenimin e situatës si në aspekt të infrastrukturës, ashtu edhe në aspekt të kapaciteteve njerëzore, edhe njerë potencoj që jemi larg standardeve evropiane në përputhje me 100.000 qytetarë në nivel të shtetit sa kemi të punësuar në shëndetësi. Pra, dikundi jemi në disa raste 2 herë më pak, në disa raste 2 herë e gjysmë më pak, në rastet më të mira 1 herë më pak numër të punësuarve se sa kemi nevojë në institucione shëndetësore. Përmend tani se më saktë dini sa të punësuar në cilat institucione publike shëndetësore kemi, sa të punësuar në ato private e kështu me radhë. Është hera e parë që kemi një sistem ose një rjet ku mund të dim ju si menaxhues të ministrisë, por nga ana tjetër thatë, më kujtohet si sot, sepse në bazë këtyre të dhënave ju do bëni edhe riorganizimin e klinikave. Një mjek ose një motër medicinale do e dërgoni prej një institucioni A në atë B, ose prej B në C kështu me radhë. Por ja sot patëm një reagim të punësuarve në qendrën
e klinikave nuk pajtohen me këtë riorganizim. A mund të na sqaroni për hir të gjithë shikuesve, ju ndjekin edhe qytetarët e rëndomtë, ju ndjekin edhe mjekët, edhe motrat medicinale, dhe gjithë stafi mjekësor ose personel mjekësor që janë, domethënë, në institucione publike dhe presin se çfarë do ndodh. Çka nëse ndonjë mjek nuk don të transferohet në ndonjë klinik, ta them më shkurt, si do i motivoni ata që nga një institucion A të shpërngulet në B? Pra, do të më lejoni pak numrat, ju them, se kjo po duket sipas mjekëve si një thik me dy. Është e vërtet që për herë të parë, pas 30 viteve si shtet, si Ministria e Shëndetësisë, neve nuk kemi poseduar një bazë me numrin e institucioneve, me numrin e të punësuarve, me profilin e tyre në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo institucion publik apo institucion shëndetësor privat. Pra, momentalisht në shtetin ton kemi 3779 institucione shëndetësore, nga ato janë 2942 institucione shëndetësore që janë pjesë e rjetit, çka nuk kupton që çdo shërbim që jepet paguhet nga fondi shëndetësor, dhe 837 institucione janë jashtë rjetit, nuk kupton që qytetari nëse do të merr shërbime shëndetësore dhe duhet privat ti paguan ato. Nga 2942 institucionet të cilët janë në rjet, pra 2830 janë institucione me koncesion, pra janë pjesë e rjetit, po janë institucione private, ndërsa 112 janë institucione shëndetësore publike. Këtu hynë në këto 112 edhe 4 institucione që nuk janë klinika apo spitale. Por i takojnë Titi Kasteri? I takojnë pasi që janë fakulteti i mjekësisë, i farmacisë, stomatologjisë edhe akademia. Pra, këtë gjitha këto në total janë 112 institucione publike. Pra, në total, nëse shohim në nivel të shtetit, kemi 32.383 të punësuar. Pra, në këtë numër hynë nga mjek, farmacist, stomatolog dhe kështu me radhë. Gjitha profilet të gjithë profilet që japin shërbime shëndetësore. Pra, 18.536 janë në institucionet publike që punojnë, që japin shërbime, ndërsa 13.827 janë të punësuar në institucionet private që japin shërbime shëndetësore. Pra, jo tani e dini sakt, se ku... Tani ma e dim sakt. Kush ishte ideja dhe pse e bëm këtë? Ky ka qenë një proces jashtëzakonisht shumë në çka do të ndikon pozitivisht, që pastaj ndalim edhe për zgjidhjen atyre problemeve që i thash ca mjek edhe nuk pajtohen për një gjë të këtij. Sepse këtu kemi edhe specializimet apo jo, problem në vete, tani më veç nuk do munden specializojnë atë fushë të mjekësisë, të cilën atë profil të mjekësisë të cilën e duan, por do duhet të specializojnë në atë dek për cilën, ta zëmë kush do vendos, Ministria, institucionet shëndetësore do vendosin. Pra, krimin e politikave në shëndetësi bën Ministria e Shëndetësisë me një qëllim, që shëndetësia të jetë në kohë reale, të jetë më afër qytetarit dhe të jetë cilësore. Pra, që të bësh një shëndetësi e cila do të duket kështu, do duhet të kesh në fillim të dhëna çfarë shëndetësie ke në moment. Dhe e dhëna e parë që është e rëndësishme për Ministrin e Shëndetësisë është kush është kapaciteti njerëzor i cili jep shërbime shëndetësore. Që tashmë e dim. Që tashmë e dim. Dhe tash në bazë të kësaj fotografie ne jemi shumë të sakt për çdo qytet, për çdo institucion shëndetësor, çfarë kapacitete njerëzore kemi dhe çka na mungon. Pra, unë nga fillimi e kam thënë që do të krijoj politika në bazë të nevojave dhe të dhënave. Edhe nuk e kam ndërmend të krijoj politika në bazë të populizmit, që do të jetë një politikë e cila do të tingëllon mirë, megjithatë në afat gjatë do të ndikon negativisht në institucionet shëndetësore apo në tërësi në ekosistemin shëndetësor. Për shkak se përgjegjësia e çdo ministri nuk është të duket sot një fjali e bukur e mirë dhe nesër pastaj të reflekton negativisht. Besoj që një ministër i përgjegjshëm, sidomos në shëndetësi, përgjegjësia është shumë më e madhe dhe duhet kemi parasysh se çfarë politika dhe çfarë hapa marrim për krimin e infrastrukturës në shëndetësi. Në këtë aspekt ju keni shumë të drejtë, nuk do të mundet ma të specializohet nga dëshirat, për shkak se do të kërkojmë dhe do të hapim, të paktën Ministria e Shëndetësisë bën hapjen e vendeve të lira për specializant të ri. Pra, do të hapen vende të lira për specializant aty ku kemi nevojë dhe profil i cili neve na nevojitet. Kjo është e para. E dyta, specializimet edhe kurikula ishte dikundi është 16 vjet e gjys e vjetër, e cila nga analiza që e bëm rezultoi që nuk është kompatibile me nevojat në shëndetësi.
Edhe këtu kemi bërë komplet një ristrukturim të ri. Pra tani do të kemi specializime të përgjithshme, pastaj subspecializime, që përputhen me nevojat e infrastrukturës shëndetësore, dhe treta që shumë e rëndësishme dhe ju e cekët është punësime të reja apo reorganizimi i kapaciteteve njerëzore. Çka nuk kupton? Nuk mund të punësojmë një mjek i cili profili mjekut është i panevojshëm në një institucion, vetëm për shkak se ai ka dëshirë të punon në atë institucion. Pra, në këtë moment kemi kërkuar nga çdo institucion shëndetësor që të bën një analizë funksionale. Pas analizës funksionale do të bëhet edhe një reorganizim të institucioneve brenda për brenda, do në sistematizim i ri. Pastaj do të hapen vendet të lira të përpunësim të motrave medicinale, të mjekëve, kështu me radhë, të profileve të ndryshme. Në fund, ideja të krijuarit strategji në shëndetësi do të jetë që realisht në çdo institucion shëndetësor kur do shkoni brenda, do ta dini që nëse në përputhje me demografinë që jep shërbime shëndetësore, keni mjek të mjaftueshëm dhe motra medicinale. Sot çka na ndodhen? Sot na ndodhen që juve shkoni në një institucion shëndetësor dhe ose duhet të pritni gjatë, ose rezultatet do duhet t'i merrni pas 2-3 muajsh. Ose do njerë ka raste kur po humben rezultatet. Ajo është pastaj për shkak të infrastrukturës, sido që t'jetë në fund të ditës, institucioni është ai i cili frustrohet se nuk mund të jep shërbime cilësore se ka shumë pak të punësuar brenda. Qytetari frustrohet se pret shumë kohë për të marrë shërbimin dhe në fund të ditës të gjithë si ekosistem, si shëndetësi, jemi të frustruar për qëllime të ndryshme. Dikush i frustruar nga pozicioni qytetar dhe pacient, tjetri punësuar i frustruar nga pozicioni i punësuar në shëndetësi dhe lodhet më shumë, jep shërbime më shumë qytetarve se sa është normal, le të themi, për një ditë pune. Sepse kemi edhe udhëzime me prioritet, pastaj kemi raste urgjente dhe me të vërtet mjeku është aq shtetëtor punë nga sipas ligjit tani 15 minuta për çdo pacient, por ndonjëherë nuk mundet për 15 minuta as ta dëgjon pacientin, atëherë ma ta kontrollon dhe ta sugjeron. Problemi në vetë është edhe për mjekët. Prandaj s'di pse do shta po shpërngulen, po ikin, janë të dëshpruar. Qytetarët po se po, ju e dini më mirë se unë në gjendjen reale, e ne këtu tash ky emision është për t'i informuar nga një anë edhe qytetarët, po nga ana tjetër edhe për të na sqaruar këtu risi që po i bëni, këtu ndryshimet e ligje, se kemi edhe 12 ligje ose nenet e ligje që i keni ndryshuar, besoj se do na i shpjegoni në mënyrë spaku telegrafike. Vetëm nëse më lejoni, kishtit edhe një pyetje në fund që t'ja përgjigje mos ju ngele borç, thatë që një pjesë e mjekëve nuk pajtohen me riorganizim. Pra ndoshta jam keq interpretuar ose nuk di keq kuptuar nga mjekët. Pra ideja është që mjekët në një institucion nëse nuk është në performansë të nevojave dhe analizës funksionale, edhe për mjekun është frustracion të rish në një institucion dhe mos kesh pacient. Të paktën edhe ngritja profesionale në karrierë bëhet tek mjekët në bazë të numrit të shërbimeve që i keni dhënë për pacient. Pra, kjo është situatë win-win për gjithë anët, edhe në aspektin e institucionit, do të ketë kuadër profesional atë sa ka nevoj, edhe në aspekt profesional të mjekëve. Pra, do të punon në institucion i cili vërtet ka nevoj për një profil të tillë. Pra, mendoni juve të jeni këtu e punësuar në shtëpinë e juaj për si gazetare dhe asnjëherë mos keni pasur ndonjë emision ose mundësi që të tregoni cilësitë dhe kualitetet e juaja. Mund ta pranoj çfarë frustracioni do të kishte qenë për ju. Nëse ne jemi një profil krejtësisht tjetër, sepse ne sipas ligjit të një ftyrë publike në një emision ose në televizion nuk kemi drejt të punësojmë, po mund të jemi si bashkëbiseduese, po jo si prezenter ose si drejtuese, si gazetare. Por larg do me thënë kësaj teme rreth televizionit, minister, çka me ata persona cilën ndoshta këtu në Shkup nuk kanë vend, ose janë, mos them se asnjëherë mjeku s'është e prit, që lutem, asnjëherë. Por ja që kaq persona ta zëm, sipas planit A, janë të mjaftueshme në një klinik. Mos përmendni tani klinikat, edhe derisa në Struk, në Tetov, në Gostivar, në Kumanov, Prilep, nuk ka një specialist të këtij. E tani llogariteni si do e motivoni ju atë mjek që të shkon në qytete tjera të punon. Edhe ja kemi rast konkret, ta shpejt ishimin edhe një ekipi të kirurgëve që shkuan dhe
bën ndërhyrje në fushën e urologjisë, më duket edhe në spitalin e Gostivarit. Shpesher ndodh kjo, po ndryshe është, një ditë ndryshe është nëse duhet... Nuk ndodhen shpesh, më vjen keq që do t'ju ndërpres, pra për herë të parë, përmendet spitalin e Gostivarit dhe gjithandej për herë të parë në spitalin e Gostivarit neve bëjmë hapjen e shërbimeve mjekësore, departamentin për dhënje të shërbimeve shëndetësore urologjike. Pra, disperzimi i shërbimeve shëndetësore në nivel të shtetit është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe është në fokus të Ministrisë së Shëndetësisë. Pra, bashk, ende ju përmendet edhe ligjet, bashk me odat të mjekëve farmaceutë dhe odën e stomatologëve, do të ulemi dhe do të gjejmë zgjidhje se si do të jetë metodologjia e punës dhe qasja ndaj mobilitetit të mjekëve në nivel të shtetit. Pra, ende jemi larg të zgjidhjes së problemit në aspekt të metodologjisë së punës, gjithsesi dëshira për të dhënë shërbime shëndetësore në çdo qytet dhe dëshira për të pasur qytetari jon shërbime më afër vendit ku jeton është e jona dhe ne do ta realizojmë këtë. Do ta realizojmë në forma të ndryshme. Njëra prej programeve është programa që ECKT ju, mjekë që punojnë në Shkup të shkojnë një herë në javë dhe të japin shërbime në qytete tjera. Programi tjetër është transferi nga një vend në vendin tjetër me stimulim të... Si do i stimuloni, si do i motivoni, se më besoni do ketë raste ose që nuk do t'jenë të kënaqur, ndoshta nuk do pranojnë. Do t'ulemi bashkë me odën e mjekëve dhe do të gjejmë një formë e cila do të jetë formë e pranueshme për çdo mjek, për shkak se në fund të ditës krijimi i politikave nuk është të krijosh një shërbim dhe të deformosh një shërbim tjetër, por është të krijosh shërbime dhe ekosistemi të jetë i kënaqur apo të jetë kompatibil apo të jetë bashkëpunues me njëri tjetrin. Pra nuk mund të krijojmë një sistem i cili do të themi do të japim shërbime në kohë reale për qytetarët dhe të krijojmë frustracionet e mjekët, as nuk na vjen në mend kjo punë. Ideja është të ulemi bashkë të krijojmë ku duam të mbrim, çfarë sistemi shëndetësor duam të arrim dhe pastaj të gjejmë zgjidhje. Unë jam shumë i sigurt që kur ulesh në tavolinë dhe ke të qartë strukturën organizative, shumë lehtë pastaj vjen në zgjidhje të problemeve. Besoni 3 dekada ndëgjoj reforma janë të dhimbshme, po janë për të mirën, se çdo qytetar duhet i ketë shërbimet sa më afër që jeton. Çka me vendet rurale? Ne kemi vende edhe malore. Dikur moti tani mos përmendi para 2 dekadave, mos them edhe 3, nuk jam tash shumë e sigurt, por megjithatë 2 dekada të mira janë kur në çdo vend rural kemi ambulanca të cilat nuk funksionojnë, janë të mbyllura, a kanë qenë me kushte solide se i kemi vizituar edhe ne si gazetar. Edhe si tani do e zgjidhni ju këtë problem, s'paku mjek familjar të kanë, tani vjen stina e dimrit, telashe, si të zbresin poshtë për të marrë ndonjë ndihmë mjekësore kështu me radhë. Si do ja bëni? A keni plan për vendet rurale? Si do i motivoni mjekët familjar të shkojnë, të punojnë aty? Zonja Sevdije, pikërisht kjo është. Do ne për herë të parë thjesht nuk turpënohemi të themi që situata në shëndetësi është kjo që është, si nga aspekti i numrave të mjekëve, ashtu nga aspekti i infrastrukturës, teknologjive që i shfrytëzojmë, formës të specializimeve që i bajnë, edhe në fund, atë që ju e thatë, kemi plot infrastrukturë, doan shumë objektet që janë në aspekt cilësor, shumë letë mund të riadaptohen, janë të mbyllura, për shkak se mjekët nuk shohin ndonjë interes të shkojnë atje, për shkak të numrit të vogël të qytetarëve që jetojnë në atë pjesë. Jemi sinqerisht me 2 ekspertë duke punuar se si bëhet kjo në shtetet e zhvilluara. Ju përmendet në fillim të emisionit që sot nënshkruan për herë të parë si shtet me OBSH një strategji 5 vjeçare, ku një nga shtyllat kryesore e kësaj strategji është pikërisht kjo që ju e përmendet, do të thonë shëndetësia primare, për shkak se ne thellë besojmë që shëndetësia primare duhet të jetë filtri i parë i cili do të jep shërbime shëndetësore për qytetarët, por gjithashtu filtri i parë i cili do të alarmon nëse qytetari do të ketë nevojë për një shërbim më specialistik, më ndryshe dhe do ta përcjellim pastaj në rrugtimin shëndetësor deri tek shëndetësia terciare. Pra, këtu do të gjejmë forma, ka disa shtete që stimulojnë mjekun për të shkuar 2 herë në javë në vendet rurale. Ka forma tjera në shtete tjera që detyrohet mjeku që 1 herë në muaj të shkon të jep shërbime atje dhe kështu pastaj kur bëhet rotacioni jepen shërbime minimum 2-3 herë në javë për qytetarët të ndryshëm. Ne kemi pasur një strategji
për fakt të keq tash jo aq cilësore, megjithatë ka funksionuar. Sot nuk kemi as pak dhe për këtë arsye kemi plot ambulanca që janë të mbyllura dhe që mjekët sinqerisht s'kan ndonjë interes të shkojnë atje. Shtylla e dytë e strategjisë është digitalizimi. Mos harroni që nëpërmjet digitalizimit do të japim edhe shërbimet të telemedicinës, që nënkupton që një mjek i cili do të jetë në një qendër spitalore do të mund të jep shërbime në vendet rurale dhe pikërisht telemedicina është një nga format e le të themi të kalimit të hendekut fizik për qytetarët, gjithandej që do të jetojnë, do të munden të konsultohen dhe të marrin shërbime bazike mjekësore edhe nëpërmjet formave të ndryshme, jo tradicionale, le të themi, me mjekun në zyrë, por në format në distancë, duke pasur një motër medicinale në ambulancë apo në institucione shëndetësore. Pra janë disa forma dhe janë disa zgjidhje që shtetet e zhvilluara veç tani ma implementojnë. Poenta dhe ideja e ministrisë është nuk jo të zbulojmë diçka të re, por thjesht dëshira është të implementojmë strategjitë dhe format dhe metodologjitë që implementohen në vendet evropiane. Mos të harrojmë pak më vonë të përmendni ato 12 ndryshime në ligjin, disa i përmendët, por besoj se do t'i dim edhe ne si gazetar, po edhe si shikues të emisionit Provita si qytetar, por të ndalemi tek problemi më i madh dhe më kryesor. Kompleksi qendrave klinike. Do bëhet, paguajmë mjete materiale jashtëzakonisht shumë ju si ministri, për normal krejt ato janë, apo jo, mjetet tona që të qytetarëve kështu me radhë. Ne ende s'kemi qendër të rrite klinike, dhe më duket sikur u harua ky problem. Ka ndonjë risi nga ana juaj si informacion, se nuk po flitet, ende nuk po dihet lokacioni. Dëgjoni, nuk duam të flasim për para kohe, derisa nuk të paktën unë preferoj që të folet atër kur kemi rezultate, jo të jepen informata gjysmë të sakta apo informata kur je në fazën e parë të zgjidhjes së ndonjë problemi. Në rregull, unë e di se ende nuk e kemi kët, apo flitet, edhe po presim. Pra, bëhet analizë dhe tani ma analiza është në procesin, le të themi jo nga mesi, por dikundi më herët se sa mesi, gjithë procesi që presin të përfundon si rezultat, si dokument. Pra analizohen 3 opcione. Opcioni i parë është të ngelim aty ku jemi si klinik dhe aty të investohet në riorganizim dhe strukturë të re aty ku do të ketë nevojë. Duket se pothuajse çdo kund ka nevojë, i dini godinat. Tani për tani kjo është më pak le të themi e preferuar si në aspekt politik ashtu edhe në aspekt financiar. Në aspekt financiar do duhet shumë të investohet, ndërsa në aspekt le të themi politik, shërbimet që jepen tani nuk do duhet të jepen dhe bëhet një kollaps shëndetësor në nivel të shtetit dhe për aq shkak besoj që kjo nuk do të jetë ky opsioni i parë. Opsioni i dytë është të ndërtohet një objekt klinika komplet nga e para, do jashtë kampusit dhe në një hapësirë të lirë, e cila do të ketë vetëm infrastrukturë të mirë. Dhe ky është opsioni i cili analizohet. Tani këtu momentalisht na del më shtrejt se sa opsioni i tretë. A kush është opsioni i tretë? Tani për tani le të themi më optimal nga këto dy të parit është që në 8 shtatore të vazhdohet në pjesën tjetër të rrugës i Linden, të vazhdohet me 2-3 objekte tjera, të lidhen me korridor nëntoksor, i cili do të lidh të 2 pjesët, do në pjesa që tani është 8 shtatorit të riorganizohet, të riformatohet në aspekt të nevojave dhe pjesa tjetër të bëhet nga e para dhe besojmë që këtu edhe në aspekt kohor shumë më shpejt do të arrim në një qendër klinike e cila do të jetë me standarde dhe e dyta kostoja është më e ulët për shkak se veç një objekt ekziston, i duhet shumë pak atij objekti që të riorganizohet brenda, ndërsa objekti tjera është hapësira në anën tjetër. Këtu është edhe aspekti pozitiv për shkak se rruga nga të gjithë anët e lidhen këtë pjesë, e kemi bulevarin Partizan në lart, e kemi Lindenin aty pranë, e kemi bulevarin Slovenia poshtë, kështu që i lidhen të gjithë pjesët e Shkupit. Do kemi parking mjaftueshëm, se keni parasysh se do jetë qendra e klinikave universitare nga mbar vendi do jenë. Aty do të ketë hapësirë jashtëzakonisht shumë të madhe, kështu që do të ketë hapësirë edhe për parkingje. Tani për tani
edhe njerë potencoj ende është heret për të dalur dhe për të thënë se ky është opsioni i fundit. Megjithatë them që deri tani analizat tregojnë që ky është opsioni më i kapshëm. Do ju kisha pyetur se kur mund ta presim një gjë të këtij. Ende është. Pra, nuk mund ta presim shpejt, për shkak se ju e dini që unë në pres konferencë kam folur për diçka tjetër. Ajo ka qenë që në 205 milion euro do të investojmë në 3 qendra, do në Shtyp, në Tetov dhe në Kërçov, dhe këtë ende se kemi filluar, pra duhet të shkohet hap pas hapi. Pse i bëjmë këtë? Për shkak se nga ana tjetër gjithashtu kam përmendur që do të kemi shëndetësi me regione, do në jo e centralizuar, po e decentralizuar, e cila do të jep shërbime në këto 8 regione në nivel të shtetit, që do të jenë kompatibile me nevojat demografike të këtyre regioneve. Pra, prioritet në moment e kemi që këto 205 milion euro të nënshkruhet gjithë procedura administrative të mbaron, për shkak se ende nuk ka mbaruar, për shkak të zgjedhjeve lokale, të mbaron procedura dhe pastaj të fillohet prokurimi për implementimin e kësaj infrastrukture. Do të kemi një kampus dinjitos në Tetov, ku do të ndërtohen edhe objekte të reja dhe do të rinovohen këto objektet ekzistues që janë brenda, dhe gjithashtu në Kërçov do të bëhet një objekt nga e para, pasi që rezultoi që ky objekt i cili me vite, 27 vjet apo më shumë, është objekt i cili nuk u mbyll asnjëherë si objekt spitalor. Do fillon një objekt të ri apo do rënohet? Pra do të bëhet komplet objekt i ri, do të kemi në një hapësirë tjetër, nuk do të jetë aty, do të jetë në një hapësirë tjetër fizike, për shkak se edhe infrastruktura aty nuk është e denjë për dhënien e shërbimeve shëndetësore. Në rregull, pajtojmë gjithë se kemi godinat e vjetra, tash dhat një farë lloj apo jo koncepti, një farë plani për mbas të cilit edhe do veproni si Ministri e Shëndetësisë. Rezonanca magnetike, pajisje, mendoj se mund të them kemi, por imazhet problem në vete, ju vetëm e theksuat atë. Si do e zgjidhni këtë problem, Ministër? Ja vetëm sot, do me thënë, kemi pas ca reagime të qytetarëve të cilët shkruajnë, do të thotë, kemi raste kur prej muajit gusht nuk janë të lexuara rezultatet. Ka rast që të kryja rastisht ka qellu edhe ta nuk mund të ankohem se termini është dashur të shtyhet për shkak që personale të vet pacientit aty personeli mjekësor. Kështu nuk në rregull. Sot pas ke mundësi, pas kemi një farë lloj anulimit të ndonjë termini edhe kryj punë. Do të thënë, ku është e vërteta nga këndvështrimi juaj? Pra, jo nga këndvështrimi im, por nga rezultatet që kemi bërë. Ju e dini që të zgjidhni një problem duhet ta definoni problemin kush është, dhe definimi i problemit bëhet në bazë të analizave në teren. Pra, kemi bërë analiza në teren dhe tani përveç bazës që e bëm për të punësuarit në shëndetësi, krijojmë një bazë me infrastrukturë në shëndetësi, e cila do të jetë sakt në çdo institucion sa kemi infrastrukturë teknologjike, çfarë aparature kemi brenda, çfarë infrastrukture na nevojitet në të ardhmen. Pra, ju shumë bukur e cekët që në bazë të infrastrukturës në moment kemi institucione që kanë aparaturë, megjithatë s'kan të punësuar, edhe juve mund të egzaminoni pjesën e parë, më nuk mund ta mbyllni procesin për shkak se nuk mund ta lexon, s'ka mjek, apo i duhet mjekut kohë që ta arrin deri tek pacienti 100 apo i 200 që ta lexon atë. Dhe përsëri në fund të ditës qytetari pret një muaj, 2, ose që të ketë një hapësirë për të egzaminuar, ose të pret derisa mjeku ja lexon fotografin. Pra, e kemi definuar problemin kush është, zgjidhja e parë, gjithashtu i kemi definuar qasjet që t'i zgjedhim këto probleme. Zgjidhja për aparaturën është nuk do të blehet me aparaturë, por do të shkohet në leasing. Çka nuk kupton ajo? Atje ku do të kemi nevojë të kemi infrastrukturë, do të hapim tenderim, nevoja për aparatura të ndryshme dhe do të aplikojnë kompanitë të cilët merren me këtë punë. Ne nuk do t'i blejmë si shtet, çka nuk kupton që automatikisht ne do të kemi infrastrukturë në aspekt të teknologjive në nivel të shtetit të denjë për dhënien e shërbimeve cilësore, dhe nga ana tjetër puna e pritjes së rezultateve do të zgjidhet në 2 forma. Forma e parë është duke digitalizuar. Ju e dini që ne jemi ndër vendet e pakta në region që s'kemi PACS sistem, pra kemi nisur procedurën për ta implementuar PACS-in, që nuk kupton që mjeku mund të lexon imazhet jo vetëm nga zyra
edhe nga CD-ja që e lexon, por edhe nga shtëpia, edhe nga jashtë shtetit nëse do të jetë në moment. Pra do të bëhet një fleksibilitet i qasjes në informata, në imazhe të pacientëve që do të mund të jepen shërbime. Kur do bëhet, doktor? Këtu e treta, veç e kemi nisur procedurën dhe kjo procedurë besoj që nuk zgjatën më shumë se sa 5-6 muaj nëse nuk na komplikohet diçka në ndërkohë. Dhe treta është kapacitetet njerëzore. Ne e dim që kapacitetet njerëzore janë të pakta, ju vetë tha që asnjëherë mjek nuk janë të tepërt dhe unë pajtohem me juve. Nuk janë se kemi mjek të cilët edhe pas pensionimit po punojnë. Po, është e vërtet për shkak të numrit. Moshës pak më të shtyr. Dhe tani çka do të bëjmë me digitalizim? Sa po ikin jashtë, sa po ikin në klinika private, disa të tjerë hapin vetë ordinanca private, edhe pastaj ne këtu po ngecim që jemi në institucionet publike. Nuk po mund t'i marrim shërbime çdo herë që kemi nevojë, me respekt ndaj mjekëve, sepse ne gjithë një thomë se edhe mjekët kanë problemet e tyre. Për fat keq neve vetëm pjesën e tretë nuk mund ta zgjidhim shpejt, e vëreni që pjesën e parë e zgjidhim me lizin, pjesën e dytë do ta zgjidhim gjithashtu duke digitalizuar proceset, pjesa e tretë është më e rënda për shkak se kërkon hapësirë, ajo është kapacitetet njerëzore. Ju nuk mund të krijoni mjek për një ditë. Ju duhet 6 vjetë, për pastaj dhe specializim, subspecializim edhe 6-12 vjetë. Edhe vazhdimisht gjatë pra edhe gjithë jetës do duhet të investohet në këto mjek. Për këtë arsye, kemi hapur dhe një procedurë për herë të parë në shtetin tonë, ku kemi lidhur memorandum për bashkëpunim me institucionet private në shtet, ku tani për fat mirë shumë mirë funksionon, pra mjekët që punojnë në sektorin privat tani bashkëpunojnë me sektorin publik dhe japin shërbime shëndetësore edhe në sektorin publik. A i bie kjo si veprimtari plotësuese që pastaj ndalimit e problemet kryesore për ta kthyer dhe si do ta kthyen si veprimtari plotësuese për mjekët që punojnë në institucionet private, për shkak se për mjekët që punojnë në institucionet publike dhe tani funksionojnë dhe tani ato ju lutem na sharoni, ne kemi ca vërretje për ca qytetarëve se nuk e kuptojnë dot pse duhet paguajnë 18.000 denar shtesë nëse duan një ndërhyrje kirurgjikale ta bëjnë jashtë terminit, sepse çdo mjek ka terminin e vet, si veprimtari plotësuese. Me të vërtetë më besoni, jo që se kemi trajtuar këtë temë, po nuk e kuptojnë. A mund shkurtimisht na sharoni çfarë do të thotë veprimtari plotësuese dhe është ligjore apo nuk është ligjore? Megjithëse, me që shumë mirë kam të qartë se gjithçka është në rregull, po ca pacient nuk e kuptojnë dot. Pra, gjithçka që punohet jashtë orarit të punës, gjithçka që punohet jashtë orarit të punës, nënkupton që është jashtë orarit të punës dhe me procedurat dhe protokollet që janë të definuara nga kolegët e mi paraprak, është dhënë leje që këto mjek të punojnë edhe veprimtari shtesë, me qëllim që në atë kohë ideja ka qenë që të bëhet të stimulohen në aspekt të rrogës dhe mos kenë shumë dëshirë që të dalin jashtë institucioneve publike dhe të shkojnë në institucione private apo të largohen nga shteti. Sa kontrollohen dhe si kontrollohen, momentalisht jemi duke bërë një analizë, pra analizohet e gjithë procedura se sa qytetarët janë të kënaqur nga ky lloj shërbimi, i cili është jashtë orarit të punës, dhe sa janë të kënaqur gjithashtu mjekët nga kjo lloj le themi forme apo mundësie që jepet nga Ministria e Shëndetësisë. Unë uroj që pas analizës së detajuar që do ta bëjmë, këtu kemi edhe stakeholders që i trajtojmë, do këtu kemi mjek, kemi motra medicinale, kemi institucionet shtetërore dhe i kemi pacientët, që bëjmë analizë nga këndvështrimet të ndryshme, si e shohin këtë procedurë dhe pas analizës që do ta bëjmë, ne do të dalim me transparencë, do të themi që është mirë dhe duhet të vazhdohet kështu si është, ose do duhet të adaptohet në bazë të rrethanave të reja. Gjithsesi tani për tani, mjekët është e ligjore, kanë të drejtë të japin shërbime jashtë orarit të punës. Keqpërdorime eventuale ku t'i paraqesin, sepse ka raste kur vazhdimisht, do me thënë, edhe nëse ka ndonjë termin të lirë, disi në një farë mënyrë të tërthort, pacientët po detyrohen të shkojnë për ndërhyrje kirurgjikale ose ndonjë intervenim në këto termine që janë, do me thënë, si veprimtari plotësuese. Ju e dini që ne kemi hapur kabinetin dhe kemi dy format si komunikon qytetari me kabinetin. Keni pasur edhe reagime të këtida, pyetje të këtida, kabineti i parë, informacione të këtida? Momenti i parë i komunikimit me kabinetin është nëpërmjet web faqes. Ju e dini që atje kemi formë e cila direkt çdo qytetar në mënyrë anonime mund të shënon dhe çdo të premte fizikisht nëse dëshirojnë të takojnë me ministrin dhe të shprehin pa kënaqësi apo idea të reja për shëndetësinë.
Kemi pasur, që t'jemi sinqert me juve, kemi pasur dhe tekste të këtij lloji që unë kam qenë tek mjeku edhe pse kishte termine, më tha të vi pas dite. Megjithatë, çdo informatë që e marrim, ne nuk guxojmë, jemi institucion i cili dhe duhet të analizojmë burime të ndryshme të informacionit, që pastaj të marrim masa për çdo parandalim apo keq përdorim të procesit. Pra, të gjithë, jo rastisht thash, kemi krijuar një grup i punës i cili bën analizën e gjithë proceseve që lidhen këtu në aspektin e pakënaqësisë së qytetarëve, në aspektin e për shkak se kemi edhe qytetarë të cilët thuan kjo është shumë mirë, pasi që përveç orarit unë jam i zënë dhe dua pas dite të shkoj të marr shërbimin me vetë dëshirë, kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur do të bëjmë ndryshime në këtë pjesë. Ju e përmendet më herët, jo rastisht neve hapëm 12 ligjet, një pjesë e tyre janë pikërisht lidhen me dhënien e shërbimeve ndaj qytetarit, një pjesë e ligjeve lidhen me digitalizimin në shëndetësi, pasi që ligjet janë shumë të vjetra dhe format, protokollet e komunikimit janë të definuara veç në mënyrë manuale, jo në mënyrë digjitale, dhe jemi të obliguar të ndrojmë disa nga nenet të këtyre ligjeve. Mos harrojmë që krijojmë edhe ligje të reja që nuk kanë mbuluar asnjë pjesë së shëndetësisë dhe kemi nevojë. Kështu që për shumë shkurt kohë neve do të dalim me pres konferencë ku grupet punuese, kemi 12 grupe punuese që punojnë bashkë, aty janë të kyçur të gjithë odat e mjekëve, stomatologëve dhe farmacistë, të gjithë organizatat jo qeveritare që lidhen me dhënien e shërbimeve. Po shoqatat e mjekëve, siç janë edhe shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, sepse janë në numër mjaft shumë, minimum janë 2000 mjekë. Ato janë antar, janë pasi që kemi licenca, ato janë antar. Neve i kemi hapur sistemi, janë të mirëseardhur secili që dëshiron të jep kontribut në këto ligje. Mos harroni që edhe me procedurë dhe me ligje kemi të obliguar, kur do t'jetë drafti i parë i mbyllur, do të bëjmë pres konferencë, i njëjti material, i njëjti ligj do t'jetë në portalin e qeverisë. Atje 15 ditë jemi të obliguar që të lënë të hapur. Çdo qytetar, ja i ftoj edhe sot, që në momentin që do t'jenë ligjet atje, ju do t'i kisha lutur që t'japin kontribut në aspekt të dhënjes informatave të reja, ndoshta kritikave, ndoshta ndonjë zgjidhje më optimale. Ne kemi shoqata, më fal për ndërprej, po kur jemi tek ligjet, sa do i përfshini edhe përfaqësuesit të shoqatave që janë për shembull me fëmijë që kanë probleme me autizëm, smundje të rralla, shoqata të zëm që me diabet, a janë përfshirë gjithta, a kanë mundësi edhe ata të dhënë? A janë të gjithë, nuk e di me gjatë sistemi është i hapur dhe janë përfshirë gjithsesi. A janë përfshirë? Gjatë përpilimit dhe me një parasysh mendimet e tyre. Janë në grupet punuese, edhe njerë potencoj, të gjithë ligjet do t'jenë, edhe pas përfundimit të draftit do t'jenë të hapura për editim, për ndryshim, me gjithat edhe tani derisa punohen ligjet, janë struktura e grupit të punës, është struktura e cila e mbyllën gjithë ekosistemin për nevoja që ky ligj do t'jep, do të formon aspektin të legjislacionit për nevojat e shërbimeve në shëndetësi. Po. Si tashmë e tutje do e ktheni besimin tek qytetarët pas rastit me fundit me kardiokirurgjin, rastet e dini, pastaj patëm ne kohë më parë rastin në onkologji, që po përfundojnë, domethënë, me proces gjyqësor. Cilat janë ato risi, sepse ju ende po prisnin mbaron, përfundon, domethënë, analizat përfundojnë. Thjesht qasja jonë. Ne jemi të vetëdijshëm dhe unë personalisht si ministër i shëndetësisë, jam shumë i vetëdijshëm që në shëndetësi dhe qytetari shëndetësin tani për tani nuk e shem me një sy i cili beson shumë apo mendon se është një shëndetësi dinjitoze siç është në shtetet evropiane dhe jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Nga ana tjetër, qasja jonë transparente në çdo hap të procesit, më vjen shumë keq që edhe këto raste kanë ndodhur në shëndetësi tek neve, megjithatë nuk ikim as përgjegjësisë as energjisë që e humbim aty dhe japim, për shkak se ne besojmë thellë se një ditë do duhet çdo proces të analizohet mirë dhe të mbyllet në të mirë të qytetarëve. Çka nuk kupton, nga momenti i parë që unë kuptova si ministër i shëndetësisë që ndodhen diçka e tillë, të nesërmen, jo më shumë se sa 12 orë pas atij emisioni që ndodhi, ftova profesorin në fjalë, bëm takim dhe thash më informo çka ka ndodhur në këtë pjesë dhe çfarë informata i ke.
Pas këtij takimi unë bëra menjëherë një grup punues, i cili është grup punues me ekspert nga brenda dhe definuam metodologjinë e punës. Unë veç njëherë kam marrur pjesë në fillim dhe njëherë në fund në grupet e punës që janë marrur me këte analistë proceseve administrative dhe klinike. Pra është një grup ekspertësh që brenda ka edhe nga institucione shëndetësore publike dhe nga institucione shëndetësore private. Dhe në fund thash, pasi që do të përfundohet i gjithë procesi administrativ edhe klinik, do të dalim me një preskonferencë me draft rezultatet e para dhe këte e bëm. Pra, kur përfundoj faza e parë i këtij grupi, ne dolëm me preskonferencë, ku unë njoftova që nga 25 raste, 6 raste nuk janë trajtuar, kanë shkuar në inspektorat për shkak se kanë qenë raste administrative, të tjera raste nga 19 rezulton që 10 raste janë raste që duhet të analizohen dhe të trajtohen, që janë edhe një shumë po jo 10. Dhe nga ana tjetër, me këtë përfundim të fazës së parë, për shkak të seriozitetit dhe atë që e thatë vetë qasjes, transparencës që i kemi për qytetarët dhe besimin që duam ta mbjellim tek qytetarët, paramendoni që të dalim tani, edhe pse rezultati është dhe materialet janë aty, të dalim me emrat pa e ridefinuar edhe njëherë metodologjinë e punës me ekspert nga jashtë dhe pa i parë edhe njëherë rastet bashkë tani ekspertët nga brenda me ekspertët nga jashtë, duke shkuar edhe njerë në proces të njëjtë, që të jemi 100% të sigurt, kur do dalim me emër dhe mbiemër, ta dim që emri dhe mbiemri i institucionit apo i rastit është 100% i sigurt ashtu siç rezulton në draftin e parë. Pra, unë kam insistuar, që të kemi dy... Kam veç ta mbaroj se është shumë e rëndësishme pse nuk i kemi emrat në moment. Kam insistuar që të kemi 2 grupe punuese, do një nga ekspert nga brenda, paramendoni mos ta kishim edhe grupin e dytë me ekspert nga jashtë, ku unë kam kërkuar që çdo ekspert i cili do të jetë involvuar në këtë proces, mos ketë asnjë lidhje me shtetin ton, asnjëherë mos ketë punuar këtu, edhe asnjëherë mos ketë pasur ndonjë komunikim profesional me institucione shëndetësore, me qëllim atë që e thatë ju, që komplet në fund të ditës, kur do të kemi raportin përfundimtar, mos ketë dilema dhe dyshime të qytetarët që kanë ndonjë abuzim brenda për brenda. Shumë shkurt, do të pëson edhe institucioni publik apo vetëm mjekët? Ajo nuk varet nga neve, nuk varet nga institucionet tjera. Obligimi i Ministrisë së Shëndetësisë është ta mbyllë këtë proces. Pastaj nëse do të ketë nevojë, si duket do të ketë nevojë ta proceson edhe më tej në institucione tjera shëndetësore dhe këtu mbaron përgjegjësia e ministrit dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Uroj që pastaj institucionet tjera të vazhdojnë aty ku neve kemi ngelur dhe të ekzekutojnë me procesin. Problem në vete, trajtimi jashtë vendit. Duhet mendim konsular, duhet shumë dokumentacion. Si e komentoni ju këtë? Do të ketë risi në këtë drejtim? Apo prapë do të presin qytetarët, sepse jo vetëm që janë smundje të rralla ose tërhyrje trajtime që nuk mund të bëhen në vend, por ne kemi numër më të madh, kërkesa shumë më të mëdha, sesa ato që i pranojnë, domethënë, nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Pra, këto janë procese që janë të definuara qartë, protokolli është strikt dhe qartë i definuar. Po jo çdo kush po mundet ta marrë këtë. Tani ne as nuk guxojmë si Ministria e Shëndetësisë të bëjmë ndërhyrje në këto procese, pasi që janë grup ekspertësh që vendosin pastaj smundja mund të trajtohet lokalisht apo do duhet të trajtohet jashtë shtetit. Dhe këtu as nuk do të kisha dashur dhe as nuk kemi të drejtë ligjore të ndërhyjmë, po çka mund të bëjmë? Mund të bëjmë digitalizimin e procesit. Pra, tani kemi filluar me 2 hapa jashtëzakonisht shumë të shpejta dhe shumë shpejt do të arrijmë në digitalizimin e procesit për dhënien e lejeve për punë për institucione private shëndetësore, për farmacitë të ndryshme, për stomatologji, pasi që nga tereni na vijnë informata që ka abuzime në këtë pjesë, abuzime administrative, ku shumë shpesh na ndodhen që të ankohen qytetar, mjek që duan të arrijnë deri tek hapja e një institucioni shëndetësor privat, po ato presin me muaj dhe kjo nuk guxon të ndodhë. Por atë shkak puna e parë bëm të jetë komplet digitalizimi plot dhe mos ketë abuzime. I njëjti proces, për shkak se shumë i ngjashëm në aspekt të strukturës, do të reflektohet edhe për çdo grup ekspertësh që japin shërbime apo mendime
pozitive apo negative për qytetar për trajtim në vend apo jashtë vendit. Dhe unë jam shumë i bindur, zonja Sevdie, që vetëm nëpërmjet digitalizimit, shërbimet do t'jenë më të shpejta, do t'jenë më transparente edhe më pak abuzive. A do rriten apo eventualisht pagat e mjekëve? Edhe të personelit mjekësor, jo vetëm mjekët. Mos t'jarojmë se disi çdo duket kur përmendim mjekët ne gjithë e dim se mjeku vet nuk funksionon pa ekip, si çdo kon tjetër. Ja këtu do të shtoj për fat keq motrat medicinale ende nuk janë as të rregulluara në ligj, këtu bëjmë edhe organizimin e strukturës, a do të jetë ligji i ri ose do të jenë nene të ligjit për shëndetësi. Do të shohim gjithsesi, ekskluzivisht edhe këtë informat, motrat medicinale do të jenë të trajtuara në ligj dhe do të dihet rrugtimi profesional dhe ngritja profesionale e motrave medicinale. A do të rriten rrogat, gjithsesi çdo ministër i shëndetësisë do të kishte dashur që rrogat të rriten çdo muaj, çdo vit, megjithatë në përputhje me mundësitë që i kemi si shtet, do duhet jemi të kujdesshëm, pasi që sektori i shëndetësisë është shumë i rëndësishëm, megjithatë gjithsesi janë të rëndësishëm edhe sektorët tjerë në shtet, dhe rrogat kur do të rriten do duhet bëhet edhe një balans edhe një analizë. Tani për tani punojmë në optimizimin e proceseve në shëndetësi, punojmë në atë që e përmenda më herët, riorganizimin dhe strukturimin brenda për brenda që të zbritet tensioni nga mjekët që punojnë më shumë se sa duhet dhe të jepet mundësi mjekëve që punojnë më pak se sa duhet, dhe këto riorganizime dhe optimizime brenda besoj që do të rregullojnë edhe do të kemi një qasje më reale ndaj shërbimeve shëndetësore dhe ndaj institucioneve. Në mënyrë telegrafike, edhe më te kemi mungesë të veturave për ndihmën e shpejtë, si në Shkup ashtu edhe në vende tjera. Pastaj për buxhetin edhe krejt për fund ju që ka mendoni se nuk është shëndetësia vetëm 25, po është edhe në 2026, që do të thotë me njerë fillon pas një muaj kemi një vit të ri. Cila do i kishit theksuar si plane, si risi të juaja, si Ministri i Shëndetësisë? Tek ndihma e shpejt kemi dy sfida. Sfidën e parve që kemi në proces për ta zgjidhur, 100 vetura do t'jenë tani ma procedura administrative ka mbaruar, edhe njerë potencoj për shkak të zgjedhjeve lokale nuk guxonim të hapim tenderimin, tashmë do ta bëjmë edhe atë. Pra do të ketë 100 vetura të reja që do të disperzohen në nivel të shtetit. Sfida e dytë është kapaciteti njerëzor. Jo, për shkak se tenderimi ende nuk është hapur. Ne do ju marrim prap në provita dhe pas vitit 3 atër kur do përfundojnë edhe... Procesi i dytë është administrativ edhe kapaciteteve njerëzore. Këtu për fat keq do të na duhet më shumë kohë që të krijojmë mjekë edhe të punojnë për në ndihmën e shpejtë. Çka në 2026, pra sfidat janë të ngjashme dhe do të vazhdojnë edhe 2026. Ideja është që të vazhdojmë bashkë me OBSH-n dhe me institucionet tjera evropiane dhe me fonde të ndryshme. Në mënyrë intenzive do të punojmë në digitalizimin në shëndetësi, pra transformimi digital në shëndetësi do të jetë shtylla kyçe në 2026. Atë veç kemi filluar nga tani të bëjmë një roadmap të digitalizimit në shëndetësisë, dhe tani ma bëjmë analizën dhe planin aksionar për çdo institucion, për shkak se me transformim digital nuk nënkupton veç blerjen e infrastrukturës teknologjike, por edhe trajnime, riorganizim, protokollet të reja, qasje të reja dhe kështu me radhë. Dhe për qytetarët do të kemi një sistem i cili do të jetë më fleksibil se sa sistemi që e kemi sot. Qytetarët do të munden në kohë reale të lexojnë materialet që i lidhen me shëndetin e tyre dhe proceset. Gjithsesi komunikimi do të jetë i dyanshëm. Momentalisht jemi duke bërë analizë dhe notifikim të numrave të telefonave të qytetarëve që janë në sistemin ton digital, për shkak se planifikojmë për shumë shkurt kohë të komunikimit të jetë i dyanshëm, për atë mundet qytetari ne të komunikojmë me qytetarin dhe ta informojmë që ka marrë një shërbim dhe ta falenderojmë për shërbimin dhe ta informojmë kur duhet merr rezultat, po edhe kundërta qytetarit mundet pastaj të bën ankimime të ndryshme apo pyetje të ndryshme që i ka në lidhje me institucionin që ai merr shërbim shëndetësor. Minister, preventiva është diçka që është shumë me rëndësi, por para se gjithashtu sikur të kemi si shtet në një sistem preventiv më të mirë, ne nuk do të kemi ndoshta gjitha këto telashe, gjitha këto kërkesa dhe probleme në spitale, në klinika. Çfarë do bëni në këtë drejtim? Do keni buxhet të mjaftueshëm ajo? Keni ndonjë shifër
sa i përket buxhetit, sepse buxheti asnjëherë nuk është i mjaftueshëm për në shëndetësi, por ja që eventualisht kemi rritje të buxhetit për sektorin e shëndetësisë apo jo, edhe diçka që ju kishit dashur të thoni në aspekt, duket se disi kemi janë kaluar edhe pacientët që janë për institucione shëndetësore mentale, për smundje mentale. Janë në kushte, trajtohen në kushte të pavolitshme, edhe ata janë pjesë e shoqërisë. A keni plane diçka që të ndryshonin këtë drejtim? Dhe do ju lë krejt për fund ju çfarë do të shtoni, derisa regjia nuk më thotë ta përfundojmë emisionin, se minutat i kanë shpejt. Sa i përket infrastrukturës dhe burimeve buxhetore, buxhetit dhe burimeve që Ministria e Shëndetësisë absorbon, janë tri forma, do në është buxheti i shtetit, që definohet në bazë të aktiviteteve që Ministria jep në prioritet, janë burimet me institucionet europiane, për herë të parë ne do t'jemi edhe pjesë Digi for Health, pra EU for Health është format tjetër, burim tjetër i finansave, dhe treta është nëpërmjet OBSH-s dhe institucioneve tjera që të arrim në burime të finansave të ndryshme. Pra, unë si ministër nuk e shoh buxhetin veç buxhet bazik shtetëror, por për fat keq deri tani nuk është absorbuar as buxheti nga EU, as nga burime tjera që japin mundësi për aplikime për projekte të ndryshme dhe këte intenzivisht do të bëjmë. Kemi kryuar grupi punës i cili do të aplikon dhe do të mërin deri tek burime të ndryshme për implementim në shëndetësi. Në aspektin e shëndetit mendor, definitivisht është një nga sfida që ne kemi si shtet, për shkak të asnjëherë nuk ka qenë në prioritet, por është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Ju e dini që edhe infrastruktura, nëse një nga institucionet që unë e kam bërë postin, nëse jo i pari, i dyti apo i treti si Ministër i Shëndetësisë, ka qenë institucioni i cili jep infrastruktura për shëndet mendor dhe shërbime shëndetësore në këtë aspekt, ka qenë që kjo infrastrukturë nuk është e denjë për këto pacient këtu, dhe unë ata e kam bërë publik, atë post dhe qëndroj pas ati posti dhe pas atyre infrastrukturave të çuditshme që kemi në shtet, për këte kategoritë të qytetarëve që kanë nevojë për këte shëndet, për këto shërbime shëndetësore, ndërsa sa i përket aspektit të riorganizimit të strukturës dhe të prevenimit, e dini që prevenimi kushton më lirë dhe cilësia e qytetarit është më e mirë, po nga aspekti tjetër edhe ekonomia është në epërsi, për atë shkak përveç programeve që kemi pasur për screening, tash do të hapet grupi i programeve për screening, por gjithashtu do të riorganizohen këto programe që jemi deri tani. E dini që zonja Sevdie deri tani për fat keq programet për screening, edhe pse i kemi pasur me vite, asnjëherë s'ka pasur ndonjë raport i cili na jep tri informata të rëndësishme. Informata e parë është nga numri i të detektuareve të pacientëve që kanë kaluar në programin e screening, sa kemi pasur detektim të smundjes në fazën e hershme. E dyta, sa nga këto pacient, përshën nga 100 pacient nëse kanë kaluar në programin e screening, sa nga këto pacient kanë zhvilluar smundje më tej, pra nuk janë detektuar në këtë fazë të screeningut, dhe treta, sa nga këto që janë detektuar në fazën e parë janë trajtuar dhe janë shëruar. Dhe për fat keq, deri tani unë kam kërkuar analizë të këtyre programeve, nuk kam gjetur dhe kërkova nga institucionet që merren me këtë dhënien e këtyre shërbimeve që të bëjnë një analizë dhe pas kësaj nëse do të ketë nevojë do ta riadaptojmë ose riorganizojmë programin për screening. Unë jam thellë i bindur, pasi që trendet botërore janë parandalimi jo shërimi, dhe unë jam thellë i bindur që edhe ne si shtet do duhet të punojmë në krijimin e infrastrukturës për parandalim e jo për shërim. Pra shëndetësinë e shoh që si një sistem i cili do të reagon në kohë, sistemi i cili do të jep informata dhe sistemi i cili do të edukon, pasi që shëndetësia nuk është vetëm shërimi i pacientit ose parandalimi një smundje, por gjithsesi unë e shoh shumë ngushtë edhe informimin, trajnimin, edukimin e qytetarit për një jetë më të shëndosh, pra forma se si jetojmë, forma se si sillemi ndaj shëndetit ton, ndaj trupit ton, kështu të gjitha këto janë pjesë e një ekosistemi shëndetësor që ne gjithsesi duhet t'i trajtojmë dhe nuk mund t'i lejmë anash.
Ndoshta pak herët zakonisht në fund vinte realizoi emisionin me Ministrin e Shëndetësisë, me përfaqësues të fondit dhe drejtor të ndryshëm për t'i pyetur se si rrjedhi, do thotë, ky vit, çfarë janë planet mbështetësore, po ja që për sonte apo jo patë mundësi dhe u morën vesh që të realizojmë këtë emision. Një mesazh në adresë të qytetarëve, qofshin ata që kanë hadhe, po qofshin edhe ata që ndoshta janë të shëndosh, por ja që kanë mendimin sa i përket shëndetësisë në vend, por gjithsesi edhe në adresë të mjekëve, në adresë të gjithë personelit mjekësor, tani mos të fillojmë t'i përmendim me profite, ose me profesion. Zonja Sevdije, ne duhet të kërkojmë, unë personalisht duhet të kërkoj falje për secilën grup të qytetarëve, duke filluar nga qytetarët që janë në pozitën e pacientit, për shkak se ka një infrastrukturë jo shumë të përgjyshme në shëndetësi, ka një shërbim jo shumë, le të themi, në kohë reale, siç ato presin dhe normal kërkojnë. Gjithashtu dua t'ju kërkoj falje edhe mjekëve që punojnë në kështu kushte në infrastrukturë shëndetësore. Përmenda më herët që kemi mjekë të cilët vërtet bëjnë çuditëra dhe punojnë në ambiente që janë larg standardeve normale që duhet jenë, megjithatë shërbimet i japin me një cilësi shumë të mirë dhe ne për fat mirë shëndetësinë në aspekt të outcome-it të rezultateve nuk e kemi me indeks të dopt, ju po të analizoni edhe tani doli shumë shpejt edhe analiza për shëndetësinë në nivel të shteteve, ne nuk qëndrojmë shumë keq, pra në këtë pjesë për hir të këtyre mjekëve që japin maksimumin e tyre dhe me një infrastrukturë të vjetruar të japin shërbime cilësore. Si do i mbajnë këto mjekët? Pra, mjekët, motrat medicinale dhe gjithë ekosistemin edhe qytetarët, si do t'i besojnë shëndetësisë, për shkak se edhe mjeku do t'i beson institucionit ku punon, është vetëm forma e vetme, është transparenca dhe llogaridhënia e atyre që krijojnë politika në shëndetësi. Pra, Ministria e Shëndetësisë duhet të jetë transparente, duhet të jep llogari për proceset që i bën dhe duhet të jetë bashkëpunuese. Pra, ne nuk mund të krijojmë politika shëndetësore nga zyrat tona, për atë çka kemi hapur ministrinë dhe komunikojmë në nivel të proceseve çdo ditë me qytetarët, apo me pacientët, apo me mjekët, apo me motrat medicinale, kur kemi nevojë për të na informuar apo për të na dhënë një mendim për ndonjë proces që mendojmë ta ndryshojmë. Zoti Ministër, ishte kënaqësi që kemi në studio, ju falenderoj që ndatë kohë erdhët këto për gjitha këto përgjigje për cilat menduam se ndoshta janë tamam ashtu siç kishin me qenë edhe vetë qytetarët këto, po pse jo ndoshta edhe mjekët, normal betën shumë pyetje pa përgjigje, po ja që koha edhe tek ne domethënë është e kufizuar për emisionin Provita. Faleminderit shumë, kënaqësi të ishim bashkë. Faleminderit. Normal, shikues të nderuar, falëndrimi veçantë shkon në adresë të juaj, sepse tek e fundit ky emision realizohet për gjithë ju që përmes emisionit Provita të jeni në rrjedh si me smundjet e ndryshme, rëndësinë e parandalimit të diagnostikimit të hershëm, por gjithsesi edhe me reformat në sektorin e shëndetësisë. Me shpresë se patët çfarë të dëgjoni, unë sinqerisht ju dëshiroj një natë të mirë dhe shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.